Nëse nuk ka mundësi t'i fal 5 vaktet e namazit në kohën e duhur, a mund t'i fal në aksham? Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Dhe nuk bën që të bashkohen të 5 namazet me 1 vakt. Pra duhet me e fal se cilin në kohën e tij. Nëse ndodh që njeriu për shembull nuk i ka dalë gjumi, ka shon gjumë, dhe si ka dalë gjumi, ka kaluar një namaz 2-3 në momentin që zgjohet, e fal namazin. I ka harruar 2 namaze, në momentin që i kujtohen i fal. Është në udhtim, sabahu nuk ndryshon, falet në kohën e tij, ndërsa dreka me ikindin në udhtim mund të bashkohen. Akshami me yatsin në udhtim mund të bashkohen. Pra sepse është hadithi tek Sahihu i Muslimit që profeti alayhis salam pra i ka bashkuar.